dedikuar kryesisht vajzave që janë studente, edhe kanë edhe me banjo brenda. Rikonstruksioni i konviktit të shkollës profesionale Pavarësia në Vlorë u promovua nga përfaqësues të qeverisë dhe pushtetit lokal si një arritje e rëndësishme për arsimin profesional. Në inspektim morën pjesë zëvendës kryeministri Albana Koçiu, drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritana Golli, drejtuesi politik Bledi Çuçi dhe kryetarja e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini. Sipas të dhënave zyrtare, në shkollën Pavarësia dhe shkollën Tregtare në Vlorë studiojnë rreth 800 nxënës gjatë vitit akademik 2025-2026, ndërsa afro 100 prej tyre përdorin konviktin. Gjatë prezantimit, u theksua se godina tashmë ofron kushte më të mira jetese, si dushe funksionale, ambiente studimi dhe kondicioner. Një nga elementët më të promovuar ishte fakti që tualetet ndodhen brenda godinës, ndryshe nga më parë. Megjithatë, mënyra se si u paraqit investimi ka sjellë reagime kritike, pasi shumë prej këtyre kushteve konsiderohen standard minimal për jetesën studentore dhe jo një arritje jashtëzakonshme. Debati riktheu në vëmendje edhe problemet e viteve të kaluara në konviktet studentore. Në vitin 2019, studentet e qytetit Studentit denonconin kushte të dobta, përfshirë myk në mure, dyer të dëmtuara dhe mungesë higjiene, duke pretenduar se rikonstruksionet kishin qenë kryesisht sipërfaqësore.